Në vallën e Deos është arrestuar një 81 vjeçar i dyshuar për ushtrim dhune ndaj bashkëshortes së tij. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor kanë proceduar penalisht një 17 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar motometin pa leje drejtimi. Po ashtu është proceduar edhe një 28 vjeçar nga Tirana, i cili pasi kishte parkuar automjetin në mënyrë të gabuar, është përfshirë në një aksident. Gjatë hapjes së derës nga pasagjeri, është përplasur një 78 vjeçar që lëvizte me biçikletë. I moshuari ndodhet në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Në qytetin e Shkodrës, një 36 vjeçar është proceduar për kryerje të punimeve ndërtimore pa leje. Në Velipoj, një shtetas 65 vjeçar po procedohet penalisht pasi dyshohet se i ka bllokuar rrugën një qytetari drejt pronës së tij, në një rast vegjytësie. Ndërkohë, në zonën e liçenit të Shkodrës, shërbimet e policisë kufitare kanë kapur një 52 vjeçar, duke peshkuar në mënyrë të paligjshme. Autoritetet kanë sekuestruar pajisjet e përdorura për peshkim. Materialet për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme procedurale.